Në këtë edicion do të ndihni. Për të shënuar ditën e tokës, Komuna e Gjakovës ka organizuar aksion për pastrimin e deponisë inerte në rrugën kryesore në Shkugës. Këtij aksioni është bashkangjitur edhe policia dhe kompania rajonale e pastrimit Qabrati. Startup biznesen nga Komuna e Gjakovës kanë përfituar grantën mbështetëse nga Bashkëpunimi i Komunës së Gjakovës dhe organizatës gjermane German Corporation. E sot është bërë ceremonia e nënshkrimit të kontratave me përfituesit. Shuma e përfituar nga ky grant është 1.800 euro për secilin biznes. Sot janë bërë 20 vjet që kur ka ndërruar jetë heroi i popullit Fadil Hoxha. Me ndërim të veprës sot janë bërë homazhin nga familjar, ish bashkëluftëtar e qytetar të shumtë në Gjakovë. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Presidentja i Kosovës, Vjosa Osmani, në takimin që pati sot me shefin e zyrës së BE-s në Kosovë, Tomash Shynjo, shpreu mirënjohje pas vendimit të fundit të BE-s për të ndarë një sasi të vaksinave për qytetarët e Kosovës. Ata biseduan edhe për reformimin e sistemit zgjedhor në vend, liberalizimin e vizave e çështje tjera me rëndësi. Sipas një njoftimi për media, Osmani ka thënë se sigurimi i vaksinave është prioriteti kryesor për institucionet e vendit. Sigurimi i vaksinave është prioriteti kryesor për institucionet e vendit, andaj jemi tejet falëndërues për sigurimin e 95.000 vaksinave nga ana e BE-s për qytetarët tanë. Është shumë e rëndësishme të kuptohet me seriozitet dhe të komunikohet qartë gjendja e rëndë me pandemi në vendin tonë, në mënyrë që kjo të reflektohet në kriteret përcaktuese për ndarjen e vaksinave përmes nismave si kjo e BE-s dhe ajo e Covaxit, ka theksuar presidentja. Në takim, Osmani foli për prioritetet programore gjatë mandatit të saj, duke vënë theks të veçantë në politikën e jashtme, fushën e sigurisë, sundimin e ligjit e meqrast theksoi se e mbështet plotësisht procesin e vettingut, duke konsideruar edhe si parakush për sundimin e ligjit dhe demokracisë në vend. Osmani tha se do të punohet paralelisht edhe për arritjen e objektivave zhvillimore në përputhje me agjenden e gjelbër evropiane për Ballkanin Perëndimor. Në takim, presidentja theksoi se pret bashkëpunim të ngushtë me zyrën e BE-s dhe përkrajen nga aleatët evropian rreth liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, duke garantuar përkushtimin e institucioneve në vend për zbatimin e plotë të marrëveshjes së stabilizim asocimit. Në këtë kontekst, Osmani tha se edhe BE-ja duhet të përmbush obligimet që dalin nga kjo marrëdhënie kontraktuale. Palët diskutuan edhe për nevojën për reformim të sistemit zgjedhor në vend, përgatitjet për zgjedhjet lokale, teksa u pajtuan për vazhdimin e bashkëpunimit dhe koordinimit të ngushtë ndaj avancimit të Republikës së Kosovës në rrugën e integrimit evropian. Për të shënuar ditën e tokës, Komuna e Gjakovës ka organizuar aksion për pastrimin e deponisë inerte në rrugën kryesore në Shkugës. Këtij aksioni i është bashkangjitur edhe policia dhe kompania rajonale e pastrimit Qabrati. Dita filloi me pastrimin e kësaj deponie të mbeturinave në rrugën kryesore të Shkugës. Komuna e Gjakovës së bashku me kompaninë rajonale të mbeturinave Qabrati dhe zyrtarët e stacionit policor ishin pjesë e këtij aktiviteti, i cili organizua me rastin e ditës botërore të tokës. Ndërsa në kuadër të garës për Gjakovë të pastër do të ketë edhe nisma të tjera. Çdo ditë kemi aksione nëpër lagje, nëpër shkolla, nëpër ligjërata me shkolla, po aksioni shumë i madh dhe kryesor do të jetë javën e parë së 2 të majit, mbarret prej kohës pastrimi i lumit të Renik. Bazuar në udhëzimin administrativ të Ministrisë së Ambientit dhe Mjedisit, do shqiptohen edhe gjoba për të gjithë ata që ndotin mjedisin. Në bazë të udhëzimit administrativ edhe ne jemi kompetent dhe kështu që në të ardhmen do të vazhdojmë me lëshimin e gjobave ndaj qytetarëve të cilët do të nuk e respektojnë udhëzimin dhe ligjin, duke bashkëpunuar me Ministrinë e Mjedisit dhe Inspektoratin Komunal. Në kuadër të kësaj dite u mbollën edhe 400 fidane në memorialin e varrezave në fshatin Mej. Me këtë rast, kryetari i komunës Ardian Gjini tha se këto fidane janë simbolik e atyre që humbën jetën në masakrën më të madhe në Kosovë. Po mbjellim trupat rrapit si simbolik
po në të njëjtën kohë edhe pjesë e rregullimit të mjedisit. Garën për Gjakov të Pastër e kemi filluar që disa ditë, është e përvetshme tani. Jam shumë i kënaqur me punën që po bëjnë kolegët me në organizim, me bashkëpunimin me shkollat, me policinë, me KFOR-in, me FSK-n, me të gjithë. E ka marrë një jehon të jashtëzakonshme. Ata që u përkujdesën për mbjelljen e fidaneve janë punëtorë të kompanisë Qabrati. Këto ditë e veçanta janë kur kemi një punë shtesë për disa deponi që bëhen tegra aty këto. Mirë po shkuza është në plan operativ. Po i kisha lutur edhe qytetarëve janë shportat e vendosura aty në shkuz, mes ju në betorinat vend pa vend, po janë shportat adekuate që janë për këtë qëllim. Lokacioni që mlodhi nxënës të shkollave nga qyteti dhe fshatrat ishte Shkugëza. Këtu bë pastrimi i shtigjeve të ecës dhe zonës përreth. Nxënësit përcëllën mesazhe sensibilizuese. Jena pjesë e kësaj bote kur secili veç është e bu ma keq dhe jena tu mundu mi bu ma të mirë edhe mi jap një mesazh shumë të mirë për kretë bashkëmoshatarët tonë që mbroni tokën se që ajo është e juja dhe pasardhësve tuaj. Dua të përcjell një mesazh për bashkëmoshatarët tonë që të pastrojmë sa më shumë vendin tonë për shkak se ne jetojmë këtu dhe marrim këtë ajër të pastër. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe organizata Lezdujt Peja, cila ka në fokus mbrojtjen e mjedisit. Qytetarët kanë filluar të punojnë më shumë dhe të angazhohen më shumë për mjedisin se sa që ishte 10 vite më parë. Më kujtohet atëherë në fillim nuk ishte asnjë njeri që interesoi për mjedisin, ndërsa sot pothuajse gjitha mediat raportojnë për çështjet dhe problematikat mjedisore. Kjo është një shenjë, një tregues i mirë i vetëdijsimit të qytetarëve. Në anën tjetër, drejtoresha e shoqatës për pastërti dhe ambient të Kosovës, Merlina Beu Muçaj, para të pranishmeve tha se kjo është ditë e veçantë për të shprehur mirënjohjen tonë planetit Tokë, i cili i mbështet të gjitha format e jetës. E vlerësoj lartë bashkëpunimin me ju si vullnetar, me organizatat e shoqërisë civile, me bashkëpunimi me institucionet lokale, me Policinë e Kosovës, me inspektoriatin në komunën e Gjakovës, për kontributin e tyre në funksion dhe mbështetjen e gjitha aktiviteteve që ndikojnë për një mjedis më të pastër. E këto mesazhe vetëdijësuese u lidhen në secilën fidan për të treguar në shenjë simbolike të kësaj dite se toka, ajri dhe mjedisi janë shëndeti ynë. Edhe nxënës e mësimdhënës të shkollës Zekria Regja në Gjakov janë mobilizuar me një aktivitet simbolik e kanë shënuar ditën e tokës. Në kuadër të ditës së tokës në shkollën fillore të mesme të Ole Zekria Regja në Gjakov është zhvilluar një aktivitet simbolik duke bërë pastrimin e disa lokacioneve, kur frekuentimi i nxënësve dhe qytetarëve është më i madh. Pastrimi i hapësirave publike ka filluar nga oborri i kësaj shkolle deri në Shkugëz. Ky aksion u bë në bashkëpunim mes mësimdhënësve dhe nxënësve, tregoi Plorat Rudi, drejtori i kësaj shkolle. Për ditën e tokës, shkolla joni ka ndërmarrë 3 aktivitete, domethënë aktiviteti i parë është mirëmbajtja e oborrit shkollës të brendshëm të tij, mbjellja disa fidaneve e venimusit Gjelbert për në oborrin e shkollës dhe njëkohësisht aktiviteti i sotëm është aktiviteti i radhës, domethënë pastrimi i oborrit të brendshëm të shkollës, po njëkohësisht edhe pjesës së jashtme të tij. Janë ndarë në 3 lokacione pastrimi. Pastrimi është bërë në anën lindore deri te garazhi i autobusave, në pjesën jugore të përballë shkollës tek banesat e parku ose shëtitore tek banesat dhe në pjesën veriore deri te ish rekordi, te fabrika ish rekordi, domethënë ka më bë pastrim nxënësit e klasëve të teta, ndërsa pjesën brenda oborrit është marrë më shumë niveli i parë, domethënë klaset e para deri në klasën e 5. Ky aktivitet është marrë me vetë iniciativë të shkollës në kuadër të ditës së tokës 22 prillit. Rudi tha se kjo ditë duhet të shërbejë si shembull për të gjithë, derisa ndërgjegjja duhet të rritet dhe ambientin duhet ta mbajmë sa më të pastër. Janë jashtëzakonisht nevojshme që të kemi gjithmonë kësi aktivitete, për vetëm në arsye edhe t'i vetëdijsojmë nxënësit për mirëmbajtjen e ambientit, po njëkohësisht edhe të jenë nxënësit ata që të marrin vetë iniciativë për mbajtjen ose mirëmbajtjen e oborrit shkollës ose edhe pjesës së jashtme të oborrit shkollës. Nga këtu apelua që banorët për rreth, por edhe të gjithë kalimtarët e rastit duke përfshirë edhe nxënësit të kujdesen maksimalisht për mjedisin ku jetojnë.
Me rastin e shënimit të 22 prillit, ditës së ndërkombëtare të tokës, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe atë të Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë organizuar një varg aktivitetesh. Njëra nga ato ishte mbjellja e fidaneve në oborin e shkollës fillore Hasan Prishtina në kryeqytet, ku edhe u ekspozuan disa vizatime të nxënësve të kësaj shkolle që synim kishin rritjen e vetëdijes për mbrojtjen e ambientit. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbëria Nagavsi, kërkoi që sa më shumë të organizohen aktivitete për ruajtjen e mjedisit që ndikon pastaj edhe në ruajtje të shëndetit. Ju inkurajoj gjithve që të vazhdoni me aktivitetet që i bani. Në përvojën time kum pas rast me pa në shkollat e ndryshme, në komunat e ndryshme, punën e jashtëzakonshme që bëjnë mësimdhënësit edhe fëmijët, qoftë nëpërmes të aktiviteteve me klubet e gjelbërta, qoftë nëpërmes të ekspozitave, vizatimeve si këto ku arrihet edhe vetëdijsimi për rëndësinë e ruajtjes së planetit, po edhe me shumë aktivitete të tjera. Ndërsa shefja kabinetit të ministrit të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Rineta Jashari u shpreh se për tokën duhet të jemi të kujdesshëm çdo ditë e jo vetëm në ditën ndërkombëtare të saj. Dita e tokës është çdo ditë. Ne duhet të kujdesemi çdo ditë për tokën dhe jo vetëm për ditën ndërkombëtare të tokës. Andaj duhet të veprojmë tani, ta ripërtrim tokën tonë. E drejtoresha e shkollës fillore Hasan Prishtina, Sofie Bunjaku, tha se shënimi i kësaj dite simbolizon ngritjen e vetëdijes për mos shkatërim të tokës. Në ditën ndërkombëtare të tokës sot, me qëllim të ngritjes së vetëdijes për mbrojtje të mjedisit nëpër komunat të Kosovës, janë organizuar aktivitete të shumta. $36 start-up biznese nga komuna e Gjakovës kanë përfituar grantën mbështetëse nga bashkëpunimi i komunës së Gjakovës dhe organizatës gjermane German Corporation. E sot është bërë ceremonia e nënshkrimit të kontratave me përfituesit. Shuma e përfituar nga ky grant është €1.800 për secilin biznes. Sot është zhvilluar ceremonia e nënshkrimit të kontratave me përfituesit e granteve nga komuna e Gjakovës. Praktikisht 36 start-up biznese kanë përfituar grante mbështetëse nga bashkëpunimi i komunës dhe organizatës gjermane German Corporation. Gjakova është një ndër 6 komunat përfituese të projekteve të tjera për fillim të bizneseve, tha Ferdinand Kolaj, drejtor për zhvillim ekonomik. Komuna Gjakovës ka qenë një ndër 6 komunat përfituese të projektet e tyre për start-up biznese. Sot është dita që ku bëhet nënshkrimi i marrëveshjes me përfituesit që janë nga komuna Gjakovës. Në këtë rast i kemi 34 përfitues të cilët janë start-up të ri dhe kanë përfituar nga ky ndihmë e granteve. Një nga përfituesit të këtij granti, Vjosa Axhemi, tregoi më tepër rreth përvojës së saj në këtë projekt dhe se çka synon të bëjë me mjetet e fituara. Unë kam apliku për sektorin e rrobaqepsisë, jam e diplomuar në dizajnin e modës. Arsyeja do të thonë këto makina unë mendoj mi përdor për biznesin e ardhshëm që do ta zhvilloj. Vlen të theksohet se shuma e përfituar nga ky grant është €1.800 për secilin biznes. Është mbajtur sot mbledhja e 4 për vitin 2021 e Komitetit për Politikë e Financa në Gjakov. Sipas rendit të ditës të propozuar nga kryesuesi Anton Shala, në këtë takim është diskutuar për shpërndarjen e rezerves buxhetore komunale për vitin 2021, si dhe është dhënë informata periodike financiare për periudhën janar-mars 2021. Të dy këto pika janë prezantuar nga drejtori i drejtorisë për buxhet dhe financa Durim Halilaj. Nga ana tjetër, drejtori i drejtorisë për shërbime publike Shkumbin Kastrati është prezantuar për shqyrtim draft rregulloria për menaxhimin e mbeturinave në territorin e komunës së Gjakovës, si dhe draft plani komunal për menaxhimin e mbeturinave në komunën e Gjakovës 2021-2025. Ndërkohë, nga drejtori i drejtorisë për punë inspektuese Fazli Hoxha është prezantuar draft rregulloria për plotësimin e kushteve higjienike dhe sanitare për lokalet afariste. Të gjitha këto draft dokumente kanë kaluar për shqyrtim të mëtejmë dhe për miratim në mbledhjen e ardhshme të Kuvendit të komunës.
Sot janë bërë 20 vjet që kur ka ndërruar jetë heroi i popullit Fadil Hoxha. Në ndërim të veprës së tij janë bërë homazhe nga familjar, ish bashkëluftëtar e qytetar të shumt në Gjakov. Dita filloi me homazhe pranë vendit ku pushon strategu, vizionari dhe ai që dha gjithçka për një Kosovë moderne, Fadil Hoxha. Ish bashkëluftëtar të tij që sot janë të pak në numër, familjar e të afërm, u përullën me nga 1 minutë heshtje në shenjë nderimi për veprën e tij. Organizoi batalionin vullnetarëve për të bërë rezistencë kundër agresionit fashist. Pas shpartëllimit të Jugosllavisë së vjetër, me 1941, kthehet në Kosovë dhe punon në Gjakov si mësues dhe inkuadrohet aktivisht në lëvizjen antifashiste nacionale shqiptare të Kosovës, në të cilin deri në fund të luftës së dytë botërore është njëri ndër figurat më markante. Ishte njeri që kishte ndikim të madh në rrjedhat shoqërore politike në Kosovë dhe më gjerë u tha mes tjerash. Veprimtaria, kontributi dhe merita e Fadil Hoxhës nuk përfundon me luftën e dytë botërore. Pas luftës, ai ushtroi ndikim të madh tek popullata shqiptare me aktivitetet të shumëllojshme. Djali i heroit Fadil Hoxha falenderoi të pranishmit dhe ndjehet mjaft i lumtur që ende kujtohet babai i tij. Bëj veç ju falenderu këtu në shokëve që kanë gjetë kohë, në këtë kohë pandemie, me ardhë, me na nderu, me na respektu familjen, e posaçërisht me respektu personalitetin e Fadil Hoxhës. Figure shquar dhe emër i përjetshëm në historinë më të re të Kosovës ishte Fadil Hoxha, hero i popullit. Në një rast të vështirë, kritik dhe intim, Fadil Hoxha i kishte pas thënë profesorit Mark Krasniqi, kur nuk mund të jemi të qetë ne në Kosovë pa u bashkuar me Shqipërinë. Ka ndërruar jetë nga COVID-19 kuzhinieri më i famshëm shqiptar Përparim Babalia. Ai ka kontribuar në ringritjen e gastronomisë shqiptare. Përparim Babalia po ashtu ishte një nga masterchefat më të mirë në treva shqiptare, një djalë që ka promovuar Kosovën më shumë se askush tjetër. Në familjen e tij me traditë disa vjeçare mori dhe hapat e parë për gatimet tradicionale shqiptare. Nga gjyshi dhe babai që i shërbyen si shembull për të bërë më pas njeriu nga i cili bota mësoi për ushqimet më të njohura shqiptare dhe jo vetëm. Ndër shefat më të mirë të kulinarisë, Përparim Babalia ndërroi jetë papritmas në moshën 37 vjeçare nga COVID-19, duke lënë kështu një boshllëk të madh te ata që patën fatin ta njohin dhe të provojnë gatimet unike të tij. Ai u kualifikua në Francë dhe Poloni për të sjellë më pas në Shqipëri e Kosovë eksperiencën evropiane, duke kombinuar ushqimin evropian me atë tradicional të Kosovës. Së fundmi, ai ishte shef i kuzhinës në një prej hoteleve më të njohura shqiptare. Shumica e njohin si profesionist i kuzhinës, mirë po për miqt që takonte çdo javë në Gjakov ishte shumë më tepër. Gjakova sot ka hup një njeri shumë të vlefshëm, të ndjerin kuzhinierin e mirë njohur Përparim Babalin, djalin e Valdetit, mikut tim, shefit tim, kolegës. Papat e parë ka marrë në Gjakov pi babës vet, Valdetit. Një herët edhe gjyshin e ka pas kuzhinier Isan, agja i tij është kuzhinier, kështu që është tradit familjare kanë pas hotelëri, kuzhinën edhe gastronominë shqiptare. Gjakovare. Me të ndjerin e më kara me punu, ne ka majt afer edhe pse si fmi, ajo konë shumë i vogël, kur na veç punëshim me darsma me startin që kemi bo, ajo konë shumë i aftë, u shike, ka qenë, kishë qef mu përzin qdo sam, një herit Valdetit edhe gjithë familjes Babalia, i ngushloj, kolekt. Si pike parë duhet i shpreh ngushëllim me familjes së të ndjerit Përparim Babalis. Përparim Babalin e kemi njoft prej kohës së rinisë, është një djalë që i përket familjes tradicionale të gastronomëve, hotelierëve, në veçanti të kuzhinierëve. Me Përparimin kemi pas rast të takom disa herë në për disa takime më afërta me kulinarinë edhe gastronominë. Unë falenderoj Zotin që na kem pas fatin me pas një djalë qytetit Gjakovës, i cili
përveç gjithave, ka kontribu shumë edhe në arenën ndërkombëtare, tu fillu edhe nga kuzhina tradicionale gjakovare, kosovare, mbar shqiptare. Shkado që unë e flasë për ta, unë jam shumë i vogël në krahasim me veprat e tij që ai kalon mrapa. Gjakova do të krenohet për herë me figurën dhe aftësitë e shefpërparimit, i cili la gjurmë të mëdha si njeri dhe si kuzhinier i Zoti. I ndjeri la pas vetës gruan e Donën dhe vajzën e Disën. Sot është mbajtur mbledhja e rregullt e shtabit për menaxhimin e COVID-19. Nga përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore në Gjakov është raportuar se për momentin situata e përgjithshme lidhur me menaxhimin e këtij virusi është stabile. Numri të hospitalizuarve në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda është zvogluar dhe numri i rasteve pozitive me COVID-19 po ashtu. Në anën tjetër vlen të theksojmë se IKSHPK ka doza të mjaftueshme të testeve serologjike dhe se janë në dispozicion 7 ditë të javës për të gjithë ata që duan të testohen. Gjatë takimit bashkë me anëtarët të shtabit diskutuam rreth përzgjedhjes së lokacionit për fazën e ardhshme të vaksinimit anti-Covid. Informatë të cilën do ta bëjmë publike shumë shpejt për banorët e komunës tonë. Fatkeqësisht ditët e fundit kemi pasur edhe humbje të jetëve të njerëzve si pasojë e COVID-19. Prandaj që të mos përjetojmë humbje të tilla, lutem të gjithë qytetarët e komunës që të jenë të durueshëm dhe të vazhdojnë të respektojnë të gjitha masat anti-Covid, thuhet në njoftim. Në kuadër të masave për mbrojtje ndaj COVID-19 të përcaktuara nga qeveria e Kosovës, është vendosur lirimi i mësimdhënësve shtatzënan nga puna. Zyrtar në drejtorinë komunale të arsimit në Gjakov theksojnë se janë në bashkëpunim të vazhdueshëm me këtë ministri në mënyrë që të zbatohet ky vendim. Në kuadër të masave për mbrojtje ndaj COVID-19 të përcaktuara nga qeveria e Kosovës, është vendosur të lirohen nga puna të gjithë mësimdhënësit shtatzëna. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit po tenson se ky vendim është marrë për të mbrojtur shëndetin e krave dhe fëmijëve. Dukagjin Ademi, zyrtar në drejtorinë komunale të arsimit në Gjakov, thekson se janë në bashkëpunim të vazhdueshëm me këtë ministri në mënyrë që të zbatohet ky vendim. Ne si drejtori e arsimit kemë një bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Ministria na ka inkurajuar që të mbledhim gjitha venat për mësimdhënësit që janë shtatzënë, në komunën tonë, edhe ne deri me tash dhonat që i kemi marrë nga drejtorët e shkollave, kemi evidentuar diku rreth 22 mësimdhënëse që janë shtatzëna. Organizimi do të bëhet me praktikant, domethënë të universiteteve. Me cilat universitete konkretisht? Fakultetet e edukimit, po ashtu edhe Universitetin e Prishtinës, me siguri se kemi edhe shkollën profesionale ku kemi edhe 2 profilet që duhet janë të dizajni veshje për shembull. Edhe aty do të organizohet, do të thotë prej praktikantëve. Mësimdhënësit do të qëndrojnë në shtëpi dhe do të pushojnë ashtu siç është nxjerrë me vendimin të qeverisë së Kosovës. Ndërsa kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës Dega në Gjakov po tenson se ky vendim është i duhur dhe se i njëjti duhet të fillojë të zbatohet edhe në Gjakov. Ne mbështesim plotësisht sepse është shumë e qelluar, domethënë të kaluar nuk ka ekzistuar kjo mbështetje e grave, lehonave, shtatzënave. Mendojmë që dekat duhet me realizu këtë bashkëpunim edhe me raportet që do t'i kemi nga kryetarët përfaqësuesit sindikal të shkollave, edhe mendoj që kjo duhet mu kryer në përpikni të plot. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit po tenson se në bashkëpunim edhe me Fakultetin e Edukimit, komunat dhe shkollat do të sigurohet që nxënësit të mos humbin orët mësimore, njëkohësisht grave shtatzëna të realizohet e drejta e tyre. Të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para së të ndami të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni.
Për të shënuar ditën e tokës, Komuna e Gjakovës ka organizuar aksion për pastrimin e deponisë inerte në rrugën kryesore në Shkugës. Këtij aksioni është bashkangjitur edhe policia dhe kompania rajonale e pastrimit Qabrati. Startup biznese nga Komuna e Gjakovës kanë përfituar grantën mbështetëse nga Bashkëpunimi i Komunës së Gjakovës dhe organizatës gjermane German Corporation. E sot është bërë ceremonia e nënshkrimit të kontratave me përfituesit. Shuma e përfituar nga ky grant është 1.800 euro për secilin biznes. Sot janë bërë 20 vjet që kur ka ndërruar jetë heroi i popullit Fadil Hoxha. Me ndërim të veprës së tij janë bërë homazhe nga familjar, ish bashkëluftëtar e qytetar të shumt në Gjakovë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syrivisvision.tv. Mirupafshim.